Lëvizjave të vendosje në të gjitha proceset në të cilat kemi qenë, ka qenë subjekti më konstruktiv, i cili është mundu vazhdimisht që të gjejë një zgjidhje që të dalim nga kjo blokadë në të cilën jeshim. Në anën tjetër, partitë opozitare disabile, qysh në javët e para, kur ne provonim të zgjedhnim kryetarin e kuvendit, kryetare në fakt, kishim përmendur idenë e zgjedhjeve. Për neve, ne kemi thënë, zgjedhjet nuk kanë qenë asnjëherë problem, por ne kemi konsideruar që sapo e kishim përfunduar një proces zgjedhor, prandaj do të ishte mirë që me rezultat të arrinim të ndërtonim institucionet edhe të kishte një periudhë qeverisje pastaj të shohim mundësinë për zgjedhje. Në këtë frymë ne i kemi bërë të gjitha veprimet duke ofruar mundësi bashkëpunimi, duke ofruar oferta për koalicion, deri tek ndrimi i emrave për kryetar të kuvendit edhe tash ndrimin e mandatarit për qeverinë. Emrin e mandatarit të ndruar zonja Feza sepse po thoni që keni qenë vazhdimisht konstruktiv. Prej certifikimit të rezultateve tutje, mirë po një gjë e tillë nuk është konstatuar e tillë, pra prej gjykatës kushtetuese. Ajo ka konstatuar se ju keni bërë shkelje në procedurat në kuvendin e Kosovës. Pra, ju e keni ndruar emrin e zonës Haxhiu tek kur gjykata ju tregoi se e keni gabim. Në fakt, duhet të lexohet drejt situata. Ajo se çka ka ndodhur është që ne kemi votuar disa herë për emrin e Albolena Haxhiut, nuk ka ndonjë numër të përcaktuar në kushtetut se ca herë duhet të jetë rasti kur duhet të provohet emri. Ajo erdhi pastaj me gjykimin e gjykatës kushtetuese e cila tha që emri i një kandidati duhet të provohet 3 herë, kur ne e patëm që temi korrekt, pra zonja Feza, gjykata ka konstatuar që kur vendoset ta ndrronit procedurën, keni bërë shkelje. Unë konsideroj që tani kjo është çështje interpretimesh, për mua nuk ka qenë as nuk është shkelje, ndrimi i vendimin e gjykatës mund ta interpretojmë, pra ai është e kemi zbatuar. Ne e kemi zbatuar secilin vendim të gjykatës kushtetuese, i kemi pas normalisht komentet tona në raport me secilin prej vendimeve të gjykatës kushtetuese, por ajo që do të them është që edhe atëherë, edhe tani, edhe në secilin proces lëvizjave të vendosje vazhdimisht ka treguar një konstruktivitet edhe ne jemi përpjekshëm me dal prej situatës me ndërtu institucionet, edhe në këtë linjë jemi edhe sot, edhe në ditën kur po flasim, edhe tani që po e presim seancën, jemi duke punuar që të dalim nga kjo situatë. Po quani konstruktivitet, përpjekje për të dalë nga kjo situatë, në ndërkohë, mandatari juaj, Glau Konjufca, paraqitet në media dhe thotë, unë nuk i ofroj koalicion askujt. Nuk i ofroj marrëveshje politike askujt. Dhe çfarë përpjekje pra është kjo, kur më njëherë pas mandatimit, del mandatari dhe thotë, në rregull, votomni, po unë si ofroj marrëveshje politike. Çfarë përpjekje është kjo, pra? Si që votoj dikush pa marrëveshje? Dibran, ne, kur provonim të bënim marrëveshje, ata thonin problemi është me emrat. Vazhdimisht e kthenin debatin tek emrat e përvetshëm. E kthenin debatin te Albin Kurti, që është politikani me besimin më të madh që ka pas ndonjë politikan në historinë e zgjedhjeve në Republikën e Kosovës. Dhe ne, për të dalë nga kjo situatë, edhe këtë kompromis e kemi bërë. Pra ne kemi ndruar edhe mandatarin, edhe Albin Kurti, nuk po flasim thjesht për një kandidat për kryeminist, po flasim për njeriu që ka pas besimin, po flasim për njeriu që ka pas besimin më të madh në zgjedhje. Dhe tani ne ligjërisht nuk do të mund ta rikandidojmë. Po tani ne në këtë situatë, për të shmangur pra edhe 2 palë zgjedhje dhe për të mos u ballafaquar me vështirësitë të cilat i kemi identifikuar tashmë siç është çështja e buxhetit e disa probleme të tjera, e kemi propozuar një emër tjetër për mandatar. Edhe me këtë 2 palë zgjedhje, se për zgjedhje do flesa pak më vonë, po i përmendet, pse po i paragjikoni 2 palë zgjedhje? Na shtani palë më anë 7 dhjetor dhe e ratoni këtë punë. Po unë mendoj që është pak problematike me konsideru që mundet me umri një konsenzus me të njëjtët akter politik që sun po bëhen 61 deputat, më bëu 80 deputat pastaj. Mendoj që kjo është logjika. Mendoj që në këtë linjë ne po konsiderojmë që është më mirë të kemi këtë qeverisje tani, e pastaj në prill të shkojmë në zgjedhje edhe të definohen më qartë e më mirë gjërat.